e kohës. E drejta në fakt ka qenë gjithmonë ligjore, por edhe një reflektim. Por gjithsesi gara për zvendësimin e anëtarëve të Këshillit Lartgjyqësor ka nxjerrë në dritë një përplasje të fortë mes rektorit të Universitetit të Tiranës, Artan Hoxha, dhe dekanes së Fakultetit të Drejtësisë, Dorina Hoxha. Drejtuesja e juridikut, Hoxha, ka shprehur vullnetin për të kandiduar për një nga 2 postet vakant që krijohen në shkurt 2027 për antar të Këshillit Lartgjyqësor nga radhat e pedagogëve. Menjëherë pas marrjes së këtij njoftimi, rektori Hoxha ka vendosur pezullimin e përkohshëm të saj nga detyra. Në vendimin e datës 20 maj 2026, rektori thotë se ky vendim qëndron në fuqi deri në përfundimin e procedurës së përzgjedhjes së anëtarëve të KLJ-s, në funksion të garantimit të panshmërisë institucionale dhe shmangjes së konfliktit të interesit gjatë procedurës nga Kuvendi i Shqipërisë. Boldnews.al kreu verifikime mbi bazën ligjore të përdorur nga rektori Hoxha dhe rezultoi se nuk ka asnjë të tillë që të mbështesë vendimin e tij për pezullimin e dekanes së juridikut. Në vitin 2022, profesoresha Dorina Hoxha zgjidhet dekane e Fakultetit të Drejtësisë. Por kjo qasje e saj krijoi përplasjet e para me rektorin Artan Hoxha, i cili prej së paku 2 vitesh është përfshirë në një kurs përplasjeje indirekt me dekanen. Gjendja e nderë mes të dyve kulmoi pikërisht këto ditë, kur rektori Artan Hoxha vendosi pezullimin e përkohshëm të Dorina Hoxhës nga detyra e dekanes për të shmangur konfliktin e interesit. Në asnjë vend nuk përmendet e drejta e rektorit për pezullimin e përkohshëm të dekanit.